Përfundimi me sukses i rikonstruimit të ambulancës së Haraçinës ka bashkuar në një vend kryetarin aktual Daud Beqirin dhe ish-kryetarin Ridvan Ibrahimi. Kryetari aktual Daud Beqiri tha se ky është projekt shumë i rëndësishëm për komunën dhe vetë banorët. Është faza përfundimtare e një projekti të rëndësishëm, ku projekt ka zgjatur 3 vite dhe ka filluar nga fillimi i vitit 2023 dhe përfundon tash në fund të vitit 2025. Ish-kryetari Ridvan Ibrahimi gjatë mandatit të secilit filloi ky projekt falenderoi donatorët dhe tha se ndryshimin do ta ndjejnë mjekët të cilët punojnë në këtë institucion shëndetësor. Duhet i falenderoj edhe doktorët dhe mjekët që janë sot këtu me neve, se vërtet janë më afër qytetarëve dhe jam i sigurt që këto janë të parët që do ta ndjejnë ndryshimin në këtë hapësirë. Rikonstruimi i brendshëm është projekt i realizuar nga komuna e Haraçinës në bashkëpunim me Islamic Relief, Zyra për Kosovë dhe Shqipëri dhe Kalliri i Mirësisë.